Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të agjerojmë, të hymë në Ramazan, edhe të ndërpresim Ramazanin, pra të hymë Bajram, të bëjmë Bajram, me shikimin e hanës. Dhe hadith është në Bukhari dhe në koleksionet e tjera, somu li rojetihi, vë aftiru li rojetihi. Agjeroni kur ta shehni hanën dhe presheni respektivisht dini për Ramazanit kur ta shehni hanën e re të muaj tjetër që i bje me hyrë në Bajram, muaj Shawal. Dhe kjo është konsensus me të gjithë ulemave të hershëm dhe të vënshëm pa asnjë përjashtim. Pastaj është çështje tjetër, sepse është pjesë e hadithëve në gume aleikum fa akmilu Sha'ban 30 yawman. Po nëse ju nuk e shehni hënën nga vranësira të mëdha, po nuk shifet, atër plotësoni Sha'banin 30 ditë. Plotësoni Sha'banin 30 ditë. Sha'bani sot tash i ka përfunduar 29 ditë dhe nesër është dita 30 e Sha'banit. Tani, këtë që jemi. Agjeroni, kthejmë të pjesa pare hadithit, agjeroni hynë në Ramazan kur ta shihni hanën dhe deni për Ramazanit kur ta shihni hanën. Me këtë hadith, të gjithë ulemat në shtetin islam sa ka qenë një shtet, e pastaj edhe mas janë ndarë në shtete të vogla, kanë vazhduar që ta vëzhgojnë hanën dhe së të kësaj dite, shumica, jo të gjitha shtetet, shumica dërmuese shteteve islame e shikojnë hanën, shumica tyne. Kjo është një çështje. Çështja tjetër, dhe me hanë bëjnë iftar, hynë Ramazan dhe me hanë dalin për Ramazanit. Çështja tjetër është një mesele mrena kësajna. Nëse shef një vend hanën, një region, një pjesë e miletit e ymetit, ta zame një pjesë e Afrikës atje, apo një pjesë e Evropës, apo një pjesë e Azisë, Azisë qendrore, Azisë së lashtë, apo Azisë afërt e që lindja mesme. Nëse shë një pjesë e botës hanën, a obligohen të gjithë musliman të në katëran të botës të agjerojnë, apo nuk obligohen. Dhe janë dy mendime këtu, se cili mendime ka argumentet e forta, por ajo që Allahu alem është mendim më i fort, e që këtë favorizan edhe Ibn Abdul Barri i Malikive, i cili thët nuk ka mundësi që hana pa tjetër, aji që shifet azamin në Mekën Medinë, e njëta të njëjtin kohë të shitet edhe në Andalus, atër ka qenë Andaluzia, Spanja. Sepse është distanca shumë e madhe. Andaj ka mundësi që Indonezia të azami, Indonezia, dallojnë për neve, edhe është logjike po në dallu shumë, nga se është pjesën tjetër gati të botës atje. Ka mundësi, po vendet që janë të afërta mes vete, nuk ka mundësi me dallu, për pasë njëra nuk është për kujdese sa duhet, nuk ka bë mund, nuk ka dirë mund sa duhet për me vëzhgu, për me pa hanën. Kështu që kjo është çështje në vete. Çështja tjetër në vete është muslimanët duhet të agjerojnë të gjithë bashkarisht dhe të bëjnë iftar, respektivisht të bëjnë bajram bashkarisht. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Saumu yasumu an-nas wal fitru yawm yaftiru an-nas." Saumu yawm yasumu an-nas wal fitru yawm yaftiru an-nas. Agjerimi është kur agjerojnë muslimanët, edhe bajrami është kur bëjnë bajram muslimanët. Pra, hadithi e urdhëron muslimanët të jenë unik, mos të përçohen se le veç e veç. Sepse agjerimi është një ibadet kolektiv, ku obligon të gjithë muslimanët për njëherë me hynite dhe për njëherë me dalë prej tina. Dhe kjo hadith është argument për te. Por këtu lind një problem tjetër pastaj. Edhe problemet apo meselet dëgzohen njëra në tjetrën, që është edhe kjo mesele fikut. Vendet të cilat nuk e shikojnë hanën fare. Tash mund të thot dikush, po hadithët po thojnë se do të me vëzhgu hanën, me vrojtu, me përcjell, ndërsa ka vendet se duke vrojtojnë hanën fare. Përderisa ata që vrojtojnë e shohin. Sikur se që është rase ta shteni.
rast konkret, ashtu është tek ne. Kështu që mendimi jam, asgjë më shumë. Mendimi jam është që muslimanët përderisa bashkësitë islame të Ballkanit kanë marrë vendim që agjerimi të jetë me të 19 që bie pas nesër, me ta agjerojnë musliman dhe në qaftyne. Ditën e Kiametit në qaftyne. Dhe në kështu veprojnë në shumë ibadete. Për shembull, nisëm nga një element shumë i thjeshtë. Imami i cili del me fal namazet, e i besojmë ne atij? Po, dhe lidhëm as tina. A ka mundësi qoftë edhe 0.1% që ai të jetë pa abdest? Apo? Ka mundësi, pra. Ka mundësi. Se me kanë 50% as falem, heq me kanë që dyshoj 50%, si në zërë. Po ne mendojmë, nuk dyshojmë. Por, a ekziston mundësia që imami të jetë pa abdest? Po ne besojmë. Dhe falem as tina. Nëse këna ka bo me qëllim neve, për më talë me ne, sepse është munafik, është hipokrit, e munafik dhe me thanë me mshef diçka, me shfaq diçka tjetër, tek ne është tamam. Ne e kena kryer namazën, obligimin tonë, dhe në ditë Kiametit, këja llogarin qaftina. Ana nuk dënohen për të në ditë Kiametit. Ose, thuj ndryshe, nëse shkojnë në një vend dikun me najt, vinë në shpëtan atje me najt, ose në shpët dikuj tjetër, edhe të pyesim ka kibla, të qëllimisht në thuneve këndej. Në të kundërtën e drejtimit kibles. Dhe në falë në drejtim. Të masande i thuj i këmboh e gare me filan, i kështi më falë prej Beograti, për Zagrebi, për Tirane. Namazja ma është tamam. Sepse të kam besu ty, dhe të ki në qafë. Andaj, kësa raste ka shumë dhe në fejnë tonë. Në Arafat, ulemat kanë thonë. Dhe këtë këtë gjëna për libra, të shënuara, nuk jam për gjepi tem këtu. Ulemat kanë thonë. Nëse muslimat në Arafat, a janë të gjithë në një vend, të gjithë muslimat, 2 milion, 1 milion, 10 milion varë se ka haqijën, të gjithë në një vend, që quhet rafshina e Arafatit, fush Arafatit. Po që se kuptuan mas andej, se në Arafat nuk kanë qëndru në ditën e 9, por kanë qëndruar në ditën e 10, apo kanë qëndruar në ditën e 8, të Dhulhijhes. E që i bie një ditë para, ditë mrapa, apo mrapa. A thuaj në mrëvët e haqë, apër sepse Arafat e shtyllë e haqët. Pejgamberi ka sallallahu alaihi wasallam, el haqë Arafa, haqë është Arafat, pra s'ka haqë pa Arafat. Pra ta në Arafat, dhe të më shku njeriu, që shkan haqë, me vedije, pa vedije, i smuti, i shnushje, dhe të më shku në haqë, në Arafat. është kusht, jo kusht, po shtyllë, për shtyllave të haqët. Ulemat kanë thonë, nëse të gjithë haqit, bëhen bashkë, fjala të bua në një vend, gabimisht kanë qëndru në Arafat, haqit ty në është tamam, dhe nuk kanë nevojë ata për ta përsëritur. Sepse e kanë bërë me mund, kanë bërë pas një mundi, ata janë përpjek me qëllu, se kanë qëllu. Ditën, tamam, deri tek agjerimi. Pra kem kallallak argumente, deri tek agjerimi. Muslimant që i prinë fesë islame, thënë agjerimën nesër, agjerën e jo musliman, po, agjerën e me juve. Vesh na shtit me agjeru me heret, e kënin qaf jo. Na shtit me agjeru me vonë, e kënin qaf, prap na kënin qaf jo. Jo na kënin qaf. Pa. Ditë Kiametit, mes njeve dhe mes Zotit i një jo. Zot këta veti. Këta kanë thonë agjerani, apo kanë thonë mos agjerani. Edhe kjo Zot ka thonë Kur'an, fes eluhe le dhikri kuntum la ta'lemun, pyeti ata që nuk dini se nuk dini, pyeti uleman, pyeti dietarë. Megjithatë, pra, mund thot dikush, po mirë tanë përvrojtojnë, për shikojnë. Pra themi, nëse vepron me tyne,
Allahu e din më së miri, por unë mendoj, në rregullje lehen qafë tyne. E që është me agjeru pas nesër. Apo? Por të mushtë mendja si individ me agjeru për shkak se pa hanët disa vende në botës islame, ti e lirë. Vesh të kisha lutë, mos bë fushat, mos bë ne themi, mos bë fitnë përçarje mes njerëzve, sepse përçarja është haram pastaj. Ti i lirë me marrë vendimin tënd. Zotën askush nuk mund të imponoj, të ndalesh të urdhëroj. Andaj, sot nëpërmjet kësaj farë botës moderne, e kuptoj njerëzit, kur është Ramazan në vendet e tjera, dhe dojnë me agjeru me atë, kur gjo, e të agjeroj njerëzit. Mos e ngusni. Po të një të ku edhe ta mos të bojnë, për qari me thonë të tjerë jëpë sa agjeru të i najna matë mirë, se në matë mirë këta dione. Sepse nuk ka, a i bje herën pas, a i bje shumë keqë. Unifikimi mes muslimanëve është tepër e rëndësishëm.